Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vëllezër të nderuar, motra të respektuara, vllai i dashur Esmerald. E falenderojmë Allahun xhalla xhelalu, i cili po na mundson me u marrë me studimin e shkencës së tajwidit. Sot me lejen e Allahut azza wa jalla kemi një temë tjetër. Sot kemi me fol për një gjermë të gjermave të gjuhës arabe, e cila dallon në shqiptim në raste të ndryshme. Në thoni ka dy forma të shqiptimit, ajo është gjerma ra. Gjerma ra ka raste ku duhet të shqiptohet në mënyrë të rëndë, të fortë apo të trash, dhe kemi raste ku duhet të shqiptohet në formë të butë apo të hollë. Edhe ka raste ku lejohen të dy aspektet. Me lejen e Allahut azza wa jall do t'i përmendim rastet kur duhet të shqiptohet dhe si duhet të shqiptohet, dhe do t'i përmendim me shembuj nga Kur'ani famulart. Rastet kur duhet shkronja ra të shqiptohet në formë të fortë apo të rëndë apo të trash, është kur ka një dhamme, domethënë kur është me zanoren u. Këtu do t'i përmendim tash disa shembuj me lejen e Allahut azza wa jall. Absaruha. Ru e rëndë, domethënë në formë të rëndë. Absaruha. Absaruha. Te raja, do të po lojmë fokusin, po vendosim fokusin te raja, edhe ku duhet qartë të shqiptohet në mënyrë të fortë, në mënyrë të trash, ra apo ru. Absaruha. Absaruha. Po ashtu, raja duhet shqiptohet në formë të fortë apo të fuqishme, apo të trash, kur jenë me fetha, do të kur ka zanoren e. Këtu kemi shembullin, për shembull, alam tara. Alam tara. Alam tara. Raja, do të thonë. Kejfe fe'ale rabbuka. 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 Apo për shembull, rabbana. 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 Këtu janë disa shembuj, ka dhe shumë shembuj tjerë. Një shembull tjetër me dhamme apo me zanoren u, ruhama'u. 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 Ruziqu. Ruziku. Ruziqu. Ruziku. Ruziqna. Ruzikna. Ra, do të thonë e rëndë. Ruziqna. Ruzikna. Ajo e leta, ajo e holla që do ta shqiptojmë më vonë, ajo shqiptohet në formë të lehtë, ri. Ri. Apo tonë, dhe do t'i tregojmë rastet kur duhet dhe si duhet të shqiptohet, më thonë në mënyrë të hollë, veç se pak në hyrje të bëjmë dallimin. Ra, ri. Ra, ri. Po ashtu prej rasteve kur lexohet me, domethënë, në formë të fortë apo të rëndë, është kur janë pas zanorës u. Domethënë, parza i përmendëm kur janë zanorja u, me u, raja me u, domethënë me dhamme apo me fetha, ra, domethënë ru, ra. Tash e kemi pas zanorës që është me u. Me u. Do me dhamme. Si për shembull, al-ghurfata. Al-ghurfata. Urfan. 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 Wal-mursalati. 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 Urfan. Urfan. Po. Apo nëse vjen me sukun, do thoni pas zëshëm, pas fethas. Do thon pak më herët, tash pra këtij shembulli e përmendëm ku vjen me sukun pas dhammës. Tash ku vjen pas fethas. Në shembull, Maryam. 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 Farqan. Farqan. Marfu'atun. Marfu'atun. Shëva, raja do të rëndë me dalë, në formë të rëndë, në formë të trash. Marfu'atun. Marfu'atun. Po. Rasti tjetër, ku duhet po ashtu të shqiptohet në formë të trash, kjo është tash me rëndësi pak me ditë, do të thonë, me undal pak edhe me ndëgju mirë. Në gjuhën arabe, kemi gjerma të forta, të trasha, të cilët bëjnë presion pjesën e lartë të nofullës, si për shembull ka. Kanë thonë dietarë, do të thonë, kjo bën presion ka pjesa e sipërme e nofullës, apo ta, apo sa, apo ta, apo sa, apo ka, apo kha, për shembull.
Ndërsa janë disa tjera, që janë të lehta, që ato që bëjnë presion në pjesën e poshtme. Pjesës e parë këtu i thonë ahruf al-isti'la. Ndërsa pjesa tjetër që bëjnë presion nga pjesa e poshtme e nofullës, ato i thonë ahruf al-istifal. Këtu tash është të ky rast, domethënë kur vjen gjerma ra me sukun, përpara e ka një kesra origjinale dhe pastaj, domethënë pas rajes me sukun vjen një germ e lartë. Domethënë po e quajmë kështu të lartë, që bën presion pjesën së lartë të nofullës. Si për shembull, bil mirsad, këto mirsad, pastaj vjen sadi, domethënë germ që është e lartë apo që bën presion tek pjesa e lartë e nofullës, tu duhet raja të jetë e fortë. Domethënë e trash. Lebil mirsad, lebil mirsad. Lebil mirsad. Apo këtu një shembull tjetër, fi qirtasin. Pastaj po vjen apo e shef këtu, do thonë e kemi ra me sukun, përpara e kemi një kesra origjinale dhe pastaj po vjen një germ e lartë, do thonë një germ që bën presion pjesës së lartë të nofullës, që është ta në këtë rast. Qirtasin. Fi qirtasin. 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 Raja këtu duhet shqiptohet e trash apo e fortë. Në rastin tjetër ku duhet po ashtu të bëhet në formë të shqiptohet në formë të trash apo në formë të fortë, është kur raja me sukun vjen pas një kesra që është, domethënë e përkohshme. Nuk është bazike, nuk është origjinale, por se është e përkohshme. Si për shembull, emirtabu. Sepse kjo kesra këtu tek mimi, kjo është domethënë e përkohshme, pasi që fjala domethënë është me sukun. Pasi për të lehtësuar në lidhje, çka bëhet? Domethënë vazhdohet me kesra të përkohshme. Prandaj themi, edhe këtu domethënë duhet të shqiptohet në mënyrë të fortë, emirtabu. Limenir tada. Po ashtu një rast tjetër ku raja duhet shqiptohet në formë të trash apo në formë të fortë, është kur ajo vjen në fund të fjalës dhe kur ndalemi tek ai fjalë, kjo është me rëndësi, dhe kur ndalemi tek ai fjalë me sukun, do të thonë në formë të pazëshme, para saj është një germ e pazëshme me sukun dhe para saj është me fetha apo damma. Përveç se shkronja përpara që ka, përveç se yes. Dhe para kësaj shkronjës të pazëshme, siç thash përsëris, është një fetha apo një damme, do të thonë është e apo u. Tash në shembull e shihni se cila është me qëllim, edhe kjo në aspekte teorike nuk duheni gjithmonë mbajt mend, por se kur ta shihni në shembull, e keni shumë të qartë se çka është për qëllim. Si për shembull, el fajr. Raja është me sukun. Para saj ka ardhur një germ, domethënë me sukun, pazëshme, përveç se germës ja që thash, të gjitha germat tjera, dhe para saj ka ardhur me fetha. Domethënë ose me fetha ose me damme. Tash me damme e kemi një fjalë tjetër, el kufr. Po. Jo, nuk duhet të thuhet el kufr, sepse f-ja ti po e bën pastaj me qalqale. Ndërsa në shkronja apo germa fe nuk është prej germave të qalqales, që kemi shpjeguar më herët. Domethënë kjo gjimi kur kem, tham el fajr. Domethënë këtu e bënëm shqiptum qartë rregullën e qalqales. Ndërsa këtu el kufr. Domethënë nuk lejohet el kufr. Nëse ndëgjoni të thotë dikush el kufr, kjo është gabim, pasi që nuk ka qalqale të kfeja. El kufr. Po. El umur. Këtu, domethënë është me rëndësi të ketë po ashtu parasysh se kjo vetëm se kur ndalemi, siç e thash edhe më herët, vetëm se kur ndalemi duhet të shqiptohet në formë të trash apo të fortë. Nëse vazhdojmë, për shembull fajri, këtu është vel fajr kur ndalemi, ama kur nëse vazhdohet fjala duhet shikohet a është me fetha, a është me damme apo me kesra. Nëse është me fetha apo me damme, duhet padyshim se të shqiptohet në formë të trash apo të fortë. Nëse është me kesra, atëherë duhet të shqiptohet në formë të butë të hollë. Për shembull, wal fajri wa layalin ashr. Do thonë këtu, nëse vazhdojmë wal fajri e bën të butë. A nëse ndalësh tu wal fajr.
wal fajri wa layalin 'ashr, wal fajr, nëse ndalet tu wal fajr, do thonë rënd. Nëse vazhdon, do thonë varësisht çish është, do thonë lëvizja e fundit, a është damme, a është fetha, këtu duhet të qëndroje e trash apo e fortë, nëse është kesra, duhet të bëhet e hollë, do thonë e butë. Këto ishin pra rastet kur duhet raja të shqiptohet në formë të fortë apo të trash. Mësimin e radhës do t'i trajtojmë rastet në të cilët duhet ta shqiptojmë rajen në formë të lehtë, të butë apo të hollë. Allahu ju rujt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.